pozicionohen subjekte tjera edhe ashtu kanë probleme të brendshme sepse tash po thamë edhe një herë LDK-ja ende nuk po dihet a ka me pas Lumir Abdigjikun kryetare ende apo jo, edhe pse kolegu këtu ishte i bindur që do të vazhdojë ai mandatin aty, prandaj unë besoj se japim edhe informacion, unë jam i bindur që Lumir Abdigjiku nuk do të jetë më kryetari i LDK-s. Kjo është e kundërt çfarë thotë. Pas informacione. Po dëgjam kjo vetet me u po, dhe është zhvillim rreth LDK-s, cilin na veç mujna me nga si do nga jashtë me Ron mendoj që është krejt në rregull po. O gjavë të kam informacion tjetër që ka me vazhdu Abdigjiku. Po në rregull në rregull. Çfarë demokracie ka këtu? Po pikërisht në rregull jemi, deri këtu jemi në rregull, po tham nuk i di çka ka menduar. Ne po ta konfirmoj Erben që vazhdon Lumir Abdigjiku. Mund ta konfirmoj që Lumir Abdigjiku nuk do të jetë më kryetari. Që ma tepër jam i mendimit e Arbenit që s'mundet se Las vet Abdigjiku nuk është interesuar. Me 13% nuk Sakta e kod, jo gabim e ke. Telom se kjo është një temë që është tjetër do ta diskutojmë. Po vini këtu jemi. Është kënë rregull. Nëse ata shohin që disponimi i deputetëve të LDK-s është pa i vitit 2021, në atë kohë pra kur u votu pa kusht, u votu qëndru në sallë se votimi s'ka nevojë me bë. Prapë qoftë është i njëjtë, kanë me shuzën qetësi dhe besoj që ja vazhdojnë mandat, sepse edhe unë mendoj. Ka fitoj LDK-ja? Tashi ata pyeti, mos më pyet mua. Jo, po ti mafim me qenë që me qenë se po je i bindun që përdoret modeli 21. Unë veç e di qa humb. Unë? Unë e di qa humb. Nëse rrinë të janë sollë dhe kësoj herë, ata thamone, me apo kërumen, zonjë Zosmoni, LDK, ja janë në ndrynin. Veç ta këtej përgjigje. Dukoj zvet. Nëse LDK-ja shkan me mentalitet blokuz, jem të jo po që ka morë të Qysh blokuz? Blokuz. Demokracia i ka mekanizma grave. Demokraci vota që del prej kutis e shonsme e detyru ti me të votu. Sosh detyrim. Kush më keve ti? Sosh detyrim. Është pranimin e rezultatit që ka dalë nga zgjedhjet. Dhe 51% subjekt politik e ka legitimitetin Demokracia dënë bashkëpunim me besim. Edhe për ata nuk ju tha mu hajvona. Për ata nuk ju tha mu hajvona, po shkën but, qit. Po s'po do bashkëpunim ti, vetë prom ke thonë. Kësi koalicion me ke thonë. Po s'ka nevoj me i koalicion. Po s'po përshëtojnë se ka nuk do të ketë president, betohem. Hajde lidhmi me kusht. Nëse ti ki i note, Jo, se një me kanë janë gjithë qelsin. Me pas të qelsat e LDK-s të jakshën shti qelsin. Se vej noti të nojsh po të ti me i note e ki. Po qka? Tham, blokada LDK-s i ka kushtu prej aty në sa mi vota thema herët se dita sa. Blokada s'ka bo LDK-ja, blokada në ka bo Albin Kursi. Sheri blokada. Personalisht. Blokada e po. Me non shkut ja u këmë thonë qëtu, që kësë donë me bo institucionet. Po ti thuj qka dush. Po mund ka dollë, jo ty. Jo, bravo, ty ka dollë. Qa ka dollë ty? Ja ke up shtetit 10 muj. Kush ja humbi? Kush ja humbi? Kush? Ti me ata tuta tje. Kush ja humbi? Kush? Qytetarët ta ndryshe. Logika ju. Ne mund të kemi. Vishalilit ka dollë edhe diçka tjetër, që vetë vendosë ka me ra 12%. Po. Qashtu ka. I ka ra. Shikon në lutri nuk luj. Ata shkuris lun. Unë lutri nuk luj. Shiko, unë e ku morë ato që munden mu mot me një fidan. Ke qeverisje fatale. Jo, ti dëshira ke pas. Jo i Kosovës, po ka qeverisë veç me veriun. Ti ke pas dëshira të... Sankcionet Bashkimit Evropian, pezullimi i dialogu strategjik me Amerikë, çka po donë? Çka po donë ma shumë? Dëshirat shfrenume ke pas, nuk ke pas argumente. Sepse për ato e ka pas non-shkurtin. Non-shkurtin ka të se Albeni mas nej mu po ma kuzat, po ato që ti pejtu. Po. Më falë. Po, vazhdo të Matoshi. Unë i kumë posë, do më thonë... Këto e në argumentet si pas te, okej? Që kjo, një votus racional,